dhe rrëfimin e superyuzit virtual i dashur nga publiku lume mendohet të jetë i njëjti atë përgjigje për ndërprerje masive të energjisë elektrike në shumë zona në të gjithë qytetin. Autoritetet po pyesin në çdo drejtim. Viktima e këtij sulmi, ekipi Sumeragi, janë thirrur për një konferencë shtypi për të dhënë një dëshmi. Mbrëmjen e kaluar, sulmi i terroristëve u shfaq përsëri që tregoi se ekipi ATEP janë me të vërtetë shumë të rrezikshëm nëse lihet kjo gjë pa u rregulluar. 6 muaj më parë, ky individi shkaktoi një zhdukje definitive idhullit ton të dashur. Dhe tani kjo Nuk dua t'ja di se çfarë thot bota. Unë e di të vërtetën. Unë e di se çfarë bëri ai për mua atë ditë. Është diçka që unë nuk kam për të harruar kurrë, diçka që i dha kuptim jetës sime. si është statusi momentalisht. Kemi kapur 9 prej tyre. Dhe ata po kontrollojnë të dhënat e tyre personale tani. Po kontrollojmë në bllokun B. Jemi në kërkim të vendodhjes. Ju sugjeroj që të qëndroni vigjilent. Aha. Por, për çfarë të qëndrojmë për shembull? A mos vallë po ndjen ndonjë kërcënim ndryshe nga këngëtarja? Nga kënga që po këndon lumeni? Apo nga mënyra se si ajo na lejon të shohim këtë fuqi të pazakonta? Fuqitë e mia janë të mbyllura në një sektor të fshehtë, kështu që nuk kam nga ta di. Ndonjëherë i uroj vetes time një ditë që të kem fuqi të pazakonta si ajo. Po ta lënë në dorë ty këtë çështje. Ha? Po ti nuk do ta shohësh? Do të shkoj në ndërtesën e parë. Kam një ndjenjë të keqe këtë mbrëmje. Po ky po tallet në këtë mënyrë? Nuk kemi si ta të mëndsojmë bërthamën. Asimov, Zeno po na raporton diçka. I kam dëgjuar mirë ata. Përsama e Lumenit është padyshim në ndërtesën e parë të Sumeragit. E po ja që ekipi im pas ka pasur të drejtë. Të lumë djalosh. E mora atë tani, gëvën? Po zotëri. Ata janë duke na përquar ndërkohë që ne flasim. E kuptova. Qi për famën dhe shkatroje. Në rregull. A nuk mendon se po reagojnë më shumë se ç'duhet? Nëse nuk e di ende, unë bëj vetëm atë që më thon nga ekipi. Ata me patjetër që do të mbajnë pëllam të dorës më djaj. Ti je me të vërtet shumë i lezetshëm o Meraki, je një përsi shëqerë, hajde të puç pak. Gjithsesi, me Romanovo kur të vi këtu. Ahel. Po ju flet Gunvoldi. Unë nuk po shoh asnjë për famë. Çfarë? Nuk ka mundësi. A je në vendin e duhur? Jam i sigurt që po, por mendoni që e kanë lëvizur bërthamën? Mirë. Praktis misionin. Me sa duket ata e dinin ardhjen tonë. Bën mirë të dalesh nga aty, Gunvol. Apo më dëgjon? Gunvol. Dhimbja mbaroi. Tani mund të zgjidhësh që të jesh i lirë. Ti po mbron të drejtat e adeptësave. Ky është misioni ynë. Kjo është arsyeja pse të liruam nga duart e Sumerag. Edhe pse bota na quan neve terrorista, ne kemi qëllimet tona. Unë kam vendosur t'ju bashkohem. Se? Për hakmarrje? Jo. Për kundërshtim, në këtë qast, e gjitha çfarë kam brenda vetes time është vetëm urrëtia. Ti mund të vdesësh në çdo kohë. A je i përgatitur për këtë? Po. Shumë mirë. Mirë se erdhe në Quill. Si e ke emrin? E kuptoj, Gunvolt.
Atëherë, nga tani e tutje, emri do t'jetë Gunvolt. Që në ka zgjuar zemrë e vogël, e ku shë mendon të se di do të shfaqesh e këtu. Ti ka që budalla se edhe të përpiqesh të na luftoj të gjithve, apo jo djalosh? Do të them ty gjëra, si fillim. Lumeni është në një udhëtim e tren, shumë larg nga këtu. Dhe së dyti, kjo nuk do të jetë një pyetësor formullari. Të kem bukurosha si ti është, si ta them, pak a shumë që... Rufe blu, nuk ka mundësi. Ti duhet të jesh Gunvolt. Shumë faleminderit për informacionin tënd. Ti specia shpifur në zhdukje. Nxito më një herë, Monika. Mos më bëj presion tani. Sa po i gjeta? Kam gjetur një transport trenash të mekanizuar në kërkimin e brendshme të laboratorit. O jo, është akoma rrugës. Më thuaj se ku të shkoj. Ktheu djathtas. Mund të shohësh. Asimov? Do të ndërroj drejtimin e shinave përpara dhe do të dërgoj trenin në drejt punishtes së madhe. Në rregull. Kush është aty? A do të thot kjo që ti e Lumeni? Në fakt, ajo është fuqia dhe ana ime tjetër. Mund të më thuash se kush je? Për çfarë ka ardhur? Po ju flet Gunvolti, sapo e kam gjetur bërthamën. Pia dole! Por në fakt, Lume nuk është një program databaze. Lume në fakt është një vajzë me fuqi të brendshme të anës tjetër. Që është e vërteta. Ajo në fakt është vetëm një vajzë e vogël. Seriozisht e ke? Po ju kërkoj të ndryshoj misionin tim. Tashmë kjo kthehet në një mision shpëtimi. Nuk aprovohet. Hiqe qafra të bërtham tashmë. Pra i shkosa ekziston Lumeni, ekipi ju s'ka për të qenë i sigurt. Kjo i bie që unë ta vras atë? Është në rregull. Nuk ka gjë. Unë nuk dua të këndoj më për asnjëri. Nuk dua më të këndoj, sepse më duket sikur po lëndoj njerëzit. Ajo është fiksi unë. Më dëgjoj mirë. Nëse do të jesh e lirë nga ajo bërtham një herë për gjithmonë, unë do të ndihmoj. O Gunvolt, çfarë dreqin po bën? Më thuaj pra tani. Çfarë do ti në të vërtet? Çfarë dua unë? Oh, ha pra plako. Çfarë ke ti në dorë që të më marrësh betejën time tashmë? A je ti një nga adepsat e Sumeragit? Unë në fakt që e merak,
Ne ta vazhdojmë këtë jashtë, pas të gjithash, e na duhet të padëmtuar, apo s'është muhabeti kështu plako? E po atëherë, le t'japim fundin kësaj. Kam lënë shokun tim në pritje të kjo që po luaj online. Po ty nuk ta ndjen fare për atë të gjorën që ndodhet aty brenda? Oh, dua një pushim se shëni e ronës do rutin. Mjaft më. Po tani, çfarë ndodhi vallë? Kush drejqim po ndërhyj në punët e mia? Duket që pas kemi të dy armiq në anët tona. Do t'ja rregulloj një herë mi shefim dhe atyre, pa merak, por sa të mbaroj punë me ty si fillim. Më thuaj pak se për çfarë po lufton vallë. Unë po punoj vetëm sepse më duhet sa para për të bler lojra, asgjë më tepër. Edhe ajo e shkreta ka shpirt, ashtu si ne të dy. Sikur të kisha vazhduar rrugtimin tim, do të bëja? Po ta them dhe një herë. U lodha me këto heroizmat të tuaj, që ta bëjnë kokën lëmsh me fjalë boshe! Do të dalë jashtë për t'ju bashkuar botës. Tani ngrihu më shpurdhjak! Dhe dua të këndoj këngën time! Nuk ka mundësi! Mja bërë me ine, plako! Ndriqo, shpada ime vezulluese plot fuqishme! Përballu, me armikun tënd! Përgatitu për sulm! Goditje kalibruese! S'ma do mundje që të të rinjallën pas gjithë kësaj. E dëgjova dëshirën tënde, dua të të shpëtoj nga ty. Më thuaj emrin tënd. Julie. Julie, dhe ti mund ta zgjedhësh lirinë tënde gjithashtu. Lumen. Pra kjo do të thotë që ti mund të na lirosh nga këtu? Po. Çfarë nuk shkon? Përse emergjenca vazhdon të reaktivizohet vallë? Nuk e dim. Bërthava po mbyll transmisionin e saj. Jo, unë nuk dua të këndoj. Nuk po ndaloj dot. Dhe vetë dhoma po e bën që të humbas balancën e saj. Ne duhet të ndalojmë sinjalin me një herë. Të lutem, më mirë mos më shpëto. S'ka shanse, ti nuk mund të dorëzohesh tani. Të gjithë do të vdesin, vetëm për shkakun tim. Nuk dua të urrej këndimin që dua të bëj.
mos të shqetëso për mua, të lutem bëje. Julie! Unë nuk mund ta përmbush atë dëshirë! Tani më dorëzo lumenin. Nuk dua. Gunvold! Ajo është njësoj si unë, pa dyshim. Besoj të kujtohet kur më shpëtove mua, Asimov. Ajo ka një dhimbje të madhe brenda vetes. Ti e di shumë mirë se sa e rrezikshme është ajo. Në fakt, Sumeragi është një kërcënim, jo kënga e saj. Ato janë të njëjtë. Seriozisht? Gunvold. Duhet të ketë një mënyrë që ajo të këndoj këngën e saj lirshëm. Ti po refuzon të vërtetën e saj, ku e vërteta qëndron, se Quill dhe Sumeragi janë të njëjtë. Unë do të luftoj për atë vajzë të gjorë. Kam për të luftuar në të njëjtën mënyrë siç luftove ti për mua. Pra, kjo na qenë ka liria që pas ke zgjedhur, i dashur Gunvold. Po, këtë kam zgjedhur. Shumë mirë. Me këtë unë do të fshi emrin tënd të voduar nga baza Quill. Organizatës nuk i nevojitet njerëz që thyen rregulla. Nëse na pengon në rrugën tonë, duhet ta di se nuk do të tregojmë as pak mëshirë. Ngulite mirë në kokë këtë. Gunvold, liria e asaj vajze ekziston vetëm pasi ti je përballur në shumë betejë. Pa çfat. Gjëra të ngjashme në lidhje me Sumeragin, unë do t'i bashkojmë kësaj meseleje. Ti je sigur tani. Tani le të shkojmë. Julie? Mos ishte shumë djegsa? Jo, gatimi yt është shumë i mirë. Gunvold. Është në rregull. Le të ham. Nuk do t'i harroj kurrë ato krahët blu që më liruan nga ajo gjatë ditë, pavarësisht që ajo liri nuk zgjati për shumë kohë për fatin e keq. Dhe për aq kohë sa ai do të luftoj, unë do të këndoj këngën time. Vetëm për atë.